Bismillah. Prej mashtrimeve të fundit me ata që bëjnë rukje, hoxhallarët në thojza, ishte një motër para disa dite cila konsultohet me mua për disa probleme me bashkëshortin e saj edhe thotë jam konsultu me dikan përmes telefonit edhe më ka thonë po unë bëj kështu, unë bëj ashtu, ti ki këta të e rajt, në gjdo sen të jabom kiamet edhe gazep edhe i ka thonë bjemi 1.000 euro, bjemi 2.000, bjemi 3.000, po vynë edhe pak mi thonë ma shumë zërë, po du të me mnimu një shok jemi se s'po mujën e vetë, qenë ka rasi shumë i ronë, kam zatik, begu fështirë. Deri thëtë sa mi ka marrë 25.000 euro. Motra në ngërbet, kjo vajza në ngërbet, edhe ai idioti jo në Kosovë, por në ngërbet, ai mashtrusi. Pastaj thotë, mashtro, hajde inshallah, hajde mos po bëhet. Thotë në fund më tha, tash për më kry rasti, duhesh me mi dhanë 10.000 euro, tash ama të palume, jo ka 500, ka 1.000, ka 2.000, dhe më dhanë her pas here, po të plota. Edhe, thotë këtu dyshova se, thotë unë dyshojsh edhe më herët, po hajde inshallah mos po bëhet, hajde inshallah më aty mytin që ku janë edhe 1.000, po japi dhash kaqë, po japi, thotë kur më tha 10.000, thotë atëri u ktheva me të keq, mi thonë ja, kjo s'në rregull, çka e tu bë kështu. Edhe thotë kur me një forme e zbulova haptas idiotësinë e tij, thotë ata mu drejtu edhe mu këtu me të keq, jo unë muj me të bë kështu, unë muj me të bë keq, unë muj me të bë dam, unë ta di ty jamnin, ta di këtë thjesht mashtrime. Edhe normal kjo ishte tërhek edhe i kanë shku ato 25.000 euro. Pastaj normal ka fillu me u këshillu islam që se kërkuj s'munët me marrë burin për qëtu me prunë qëtu. Ose një vezvese të caktu me mjek kështu tak me programu në tru, ose me ekë sikur se që hiqët kjo naza në këtë formë edhe u kry gjuje. Nuk bëhen kështu sanet. Vetëm Allah mund me thonë bëhu edhe bëhat. Nuk mi pa gjanat, mi pa me kohë. Mira vetës mas me kohë, kuj për ja besan këshillën, atë, këtë, lej, format edhe gjanat ndryshme. Prandaj, mas e bini punën që mi o qelë njerëzit sytë, masit ja marrin 25.000 euro, masit ja marrin 30.000 euro. Lusë Allah dhe gjelë që t'ja the qafën këtu një idiotve, këtu një mashtruesve, edhe t'i ruj besimtarët e sinqert, të ngratë, të cilët me halët që i kanë, dikush e stakfirullah mundohet me i keq përdorë, me i shfrytzu. Allah në ruj. Këta njerëz si duket kanë harru që kanë me hynë varë. Dë vetëm, veç me Zotin kanë me pas punë. Tipa dhe tillë, nëse mundeni me i denoncu në shtetë, denoncani. Nëse jo, atër s'paku, mos ja bani halal, mos ja bani me ja bon halal. Lenin ditë kiametit mu balla fëgju me ta dhe mi marr sevapa ditë kur ai mas shumë t'i ka nevoj për sevape. Se sa shkollaj me mashtru tjetër një cili është në zarë, i cili ka të lashe. Allah i na rujtë.